një zhurmë shumë e madhe, një zhurmë shumë, ndoshta me drejt, ndoshta pa drejt, por unë s'jam dakord. Unë s'jam dakord që një futbollist mos me lut, sepse je pagu gjithë vitin aty, ke djersitat fanele dhe vjen në fund e dashuron fanelen e ekipin, po nuk është për mu profesional. Si përjetoj nga tifozët ajo periudhë e errët e vllaznisë? Shumë keq edhe media ka qenë shumë e zjarrt, shumë për çdo ditë lexoshim lloj lajmesh edhe nuk dukte si tragjedi bë me rënë kategori 2. I friksoheshet ndonjëherë këtij fakti që ndoshta përballë një Tirane janë 90 minuta, çdo gjë mund të ndodhte? Shikoj, çdo një je sjell nëpër mendimet e veta se ç'a do ndodhi nëse hupim ose ç'a duhet me bë për mos me hup lojë. Kishte mendime të tilla, kishte mendime që s'do të dal jashtë një muaj. Do ikën në Shkodra 2 muaj derisa të qetësohet, sepse tifozat që e nigjojnë me shpirt jashtë. Si e përjetonte ndriçim shtubina një humbje? Se me qetësinë që ju keni, vështirë se mund të mendosh se mund të tradhtoni ndonjëherë nervat. Ja, kurrë s'kam pas probleme. Diskutime me trajnerët që kam kaluar tash mas jam bë 30 vjeç, është e çuditshme sepse hub një neshje, shoh sportista që hinë për dhomë, më thënë xhama, çanta, kpuc. Ja, jam ul aty, kam ul kryt, jam mërzit, po pa rakime, pa asnjë lloj ofendimi as shokut as Dhe gjithë këto problematika tek vllaznia, vështirësi shumë ndaja bën që ju të largoheshit nga Shkodra pas 4 vitesh dhe karriera juaj të ndiqej nga 2 klube tjera, siç ishte Kuksi dhe Laçi, apo jo? Marrë sezoni neshe me Tiranën që pështoi vllaznia, po pritshim me rinovu kontratat, bashkia totalisht në gjumë. Ishte profesor Armando Cumo trajner, i thamë profesor Armandos çfarë do na më bë sepse mu po mbjen telefoni që kisha oferta, për me qenë sinqer, jo me kanë si me në malë, po kisha oferta, i thamë nuk kam qef mu largu, por bashkia nuk përgjen zgjidhje punë pagesash, punë kontratash, sepse në fundit ne ishim familjar, me ato lek shumica, por tanë futbollistat majnë familjet, janë me fëmijë, janë me gra, kanë print, i thamë, diçka nuk shkon këtu, përsa i thamë, që dhe me bë, prit tha se po flasun me bashkia hiq, takohem me ta, i thamë, du kontrat 2 vjet. Nuk dosha që të bëj 1 vjet, flas prap vitin tjetër, si gjithmonë, i thamë, du 2 vjet, që të rinë Shkodrën, ato bashkia, jo, 1 vjet, tha. Aty u kapa pak si edhe si me kuj me ta, sepse një lojtar që kapiten, luj gjitha neshjet, mërëci majt, mërëci djallë, sulmus, edhe ti nuk e respekton, pa rrit pakesat. Pa kërku me rrit lek. Thjesht një edhe në kontrat 2, jo, tha, jo, okej, se ti tha s'ke ku shkojnë, adin ishin me atë menimin që ju s'ju marrë kush, okej, kam lënë dorë, jam largu. Dhe u transferuat më pas tek Kuksi? Kuksi, po. Më ka marrë në telefon Elton Marini, ishte menaxher në atë kohë, ke dëshirë të marrë të Kuksi, po i thamë po bisedojmë, jena taku në Tiranë, kena fol, kena shku te presidentit e Safexhici, kena rrë dakord, kema ba për 2 ditë, 3 ditë është përfunduar çdo gjë. Për me kemë realisht në Kuks nuk kam pas performanca sportive shumë mira. Ndoshta ishte një klub me një presion të madh, me një klub menaxher që u menaxhote vetëm me presion, me të bërtitën, unë s'jam kënë në tyre, nuk motivohem me të bërtitën. Edhe kjo ishte ndoshta pengesa jeme që nuk shpreha atë që unë kisha në kamp mia, u takume me presidentin thamë unë kështu nuk mundu me lujt, villa me dorën një tjetër, si burë, aty largohëm, asaj kam shku në Laç në janar. Aty kam gjithë vetveten, sepse kam në gati 2 sezone mësaj, me gola, kena lujt në Europë, kena kalu turne, aty kam shumë historinë të mira. Për të transferuar më pas tek rikëthimin Shkodër dhe më pas tek Egnatia. Egnatia ishte një ekip që mbase pak veta besonin tek projekti i saj për t'u ngritur, kjo edhe për faktin që vinte nga një qytet i vogël siç është Rogozhina. Po ju çfarë ju bindi për të firmosur me këtë skuadër? Unë kam qenë një person që kontratat e mia ndoshta s'kan qenë të shkruar me shumë letër, por kanë qenë bordore, si më dhon dorën një tjetrit, sepse unë kam menduar gjithmonë që nëse një president nuk do me t'i dhon lekë si me letra, si pa letra nuk t'i jep. Edhe kjo mirësjellje e mi ka bërë presidenta që mu binë shumë shpejt me mu. Edhe shumica presidenta dhe mi kanë dhënë lekë nuk më ka metë asnjë bërç. Edhe kjo është pozitive edhe për mu edhe për presidentin, sepse
Njëri jeton me respekt, jo gjithmonë pjesë e futbollit. Rikthimi tek Vllaznia, a ju mbetej peng për të fituar një trofe me kuqe blut, apo ishte një rikthim në shtëpi edhe për të qenë pranë familjes? Po, se ne jam kthy 33 vjeç dhe u ktheva thjesht për me dhënë maksimumin me eksperiencën që kam unë, u bë një ekip i mirë, por u bë pandemia, u presh edhe një ekipi, edhe ne ishte në problemet e prapë ka kënë pjesë e bashkisë. Edhe në atë kohë? Po. Dhe problematikat vazhdonin? Po, e njëjta situatë. U hapa pandemia, marrë sezoni, mësaj erdhi presidenti, që është aktual Alban Xhaferi, bani përzgjedhjet e veta, nuk isha në listën e ekipit, edhe jam largu, kam marrë në telefon profesor Magani, pasi unë kisha pas kontakte më përpara me te kur ka kënë trajner në Kosovë, më ka kërku për